الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فإنه من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. Të gjitha lavdërimet me dashuri, madhërim dhe përulje i përkasin Allahut të vetëm dhe të paortak. Salavatet dhe selamet janë për pejgamberin Muhammed, për gratë e tij, familjarët e tij dhe shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij me përmirësi deri në ditën e llogarisë. Robët e Allahut, e porosis veten time dhe ju për takvallah, për devotshmëri, për kushtim dhe frikë respekt kërshi Allahut, sepse pa dyshim ai që i friksohet Allahut, Allahu e mbron dhe e ruan atë dhe orienton për tek hajri i çështjeve të fesë dhe të dynjas së tij. Do të flasim sot në këtë hutbe me temë falënderimi i mirësive të Allahut. Robët e Allahut, transmeton Imam Muslimi në të saktin e tij nga Abdullah ibn Umar, Allahu qoftë i kënaqur me të dy ata, se ka thënë: ishte prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai lutej dhe thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jamia sakhatik. Lutej sallallahu alaihi wasallam dhe thoshte: o Allah, vërtet unë kërkoj mbrojtjen tënde nga zhdukja e mirësisë tënde, nga ndryshimi i shëndetit dhe i mërqenies prej teje, nga ndëshkimi yt i papritur dhe nga çdo lloj zemrimi yt. Robët e Allahut, ky hadith është prej lutjeve madhështore, gjithëpërfshirëse, me të cilat lutej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është nga ato me të cilat ai kërkonte tek Allahu strehim dhe mbrojtje. Lutjet për të kërkuar strehim dhe mbrojtje janë një kapitull i madh dhe i gjerë në fushën e duas, dhe dietarët e Islamit i kanë trajtuar veçmas në kapituj të veçantë. Nga profeti sallallahu alaihi wasallam janë transmetuar shumë lloje të kërkimit të mbrojtjes dhe strehimit, dhe është e përshtatshme që muslimani dhe muslimani të ndalet në to dhe t'i mësojë ato, ashtu që të jenë pjesë e lutjeve të tij dhe e mbështetjes totale të tij tek Allahu azza wa jall. Allah na bëj prej tyre. Dietari i madh i Yemenit të Shaukani, Allahu mëshiroft, ka thënë: profeti sallallahu alaihi wasallam kërkoi mbrojtje nga zhdukja dhe largimi i mirësisë, sepse ajo ndodh vetëm kur nuk falenderohen ato ashtu siç duhet dhe nuk përmbushen të drejtat që ato kërkojnë, si kooperacia për të dhënë atë që kërkohet prej mirësive, falënderimi Allahut për mirësitë, ndarja e tyre me të tjerët dhe nxjerrja e detyrimeve që duhen dhënë prej tyre, pra zakati dhe sadakaja. Ai sallallahu alaihi wasallam kërkoi gjithashtu mbrojtje nga ndryshimi i mirëqenies dhe shëndetit, sepse kur Allahu jep dikujt shëndet, ai ka fituar të mirat e dy botëve, por nëse ai shëndet dhe mirëqenie largohet, atëherë ai goditet me të këqijat e të dy botëve, sepse me shëndetin rregullohen punët e kësaj bote dhe të ahiretit. Po ashtu dëgjuam në këtë hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi mbrojtje nga ndëshkimi i befasishëm dhe i papritur i Allahut të lartësuar, sepse kur Allahu ndëshkon robin, atë e godet një fatkeqësi të cilën ai nuk mund ta largojë dot vetë, e as mund ta largojnë të gjitha krijesat nëse bëhen të gjitha ato bashkë. Allah na ruaj pra nga ndëshkimi i papritur i Allahut. Pra dëgjuam që pejgamberi selam përdori termin el fujaa, që do të thotë erdhi tek ai befas, papritur dhe pa pandeu robi fare. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi mbrojtje edhe nga i gjithë zemërimi i tij, pra i Allahut, sepse kur Allahu i përsosur dhe i lartësuar zemërohet me robin, atëherë ai është i rënuar, i shkatëruar dhe i dështuar. Edhe nëse zemërimi është për ndonjë gjë të vogël,
apo për në shkak tepër të lehtë dhe të imët. Për këtë arsye, i sinqerti dhe besniku sallallahu alaihi wasallam tha, dhe nga i gjithë zemrimi yt, pra përdori këtë shprehje i gjithë përfshirëse për çdo lloj zemrimi të Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi selam pra dëgjuam se tha Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Mbaj mend të fjalë dhe kërko se tek Allahu me të, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga zhdukja e mirësisë tënde, që do të thotë nga largimi dhe humbja e saj. Fjala mirësi tu ka ardhur në numrin 1, e cila është shoqëruar me një emër, përfshin çdo mirësi. Është sikur fjala e vlerësuar në Kur'anin Fesnik ku thotë wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Thotë i lartësuarja, nëse do të numëroni mirësinë e Allahut, nuk do të mund ta përllogarisni atë. Dhe fjala e tij të lartësuarit ku thotë wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Thotë i lartësuari, çfarëdo mirësie që ju keni, ajo vërtet që është prej Allahut. Për pasur lutin e Mesram dhe tha wa tahawuli afiyatik, dhe nga ndryshimi i shëndetit dhe i mirëqenies që vetëm ti jep, do të thotë nga largimi i tij nga robi dhe kalimi i tij. Shëndeti i robët Allahut është gjëja më e mirë që i jepet një robi. Në lutjen e madhe orientuese që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mësoi xhaxhait të tij Abbasit radhiyallahu anhu, i tha: O Abbas, o xhaxhai të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, kërkoj Allahut el-afie, pra shëndet dhe mirëqenie. Pra shëndeti është një mirësi e madhe dhe një dhuratë tepër e madhe, e cila largohet nga robi për shkak të gjunaheve dhe të gabimeve të tij. Më pas pejgamberi selam u lut dhe tha wa fujaati niqmatik, dhe kërkoi strehim dhe mbrojtjen e tij nga ndëshkimi yt i papritur. Ndëshkimi do të thotë hakmarrje e merituar sipas llojit të veprës, dhe i papritur do të thotë që ndëshkimi të vi me një herë dhe ta godas njeriu pa paralajmërim për shkak të krimeve, gjunaheve dhe kundërshtimeve të tij të shumta të urdhrave të Allahut dhe pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dorsa në fjalën e tij kur kërkoi strehim dhe tha wa jamia sakhatik, dhe nga i gjithë zemrimi yt, pra kërkoi strehim o Allah, do të thotë që të mos bëj apo mos të veproj diçka që të zemëron ty, e që do të ishte shkak për ardhjen dhe tërheqjen e ndëshkimit tënd, për largimin e shëndetit dhe për ndëshkimin tënd të papritur. Ndaj le të meditoj çdo musliman dhe muslimane rreth këtij hadithi, të analizoj atë edhe të marrë mësim prej tij. Robët e Allahut, kjo lutje e madhe dhe gjithëpërfshirëse i kthehet përmendjes së mirësive të pandërprera të Allahut, dhuntive të tij të njëpasgjeshme dhe begative të tij të panumërta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse doni të numëroni mirësinë e Allahut, nuk do të mund t'i përllogarisni ato. Dhe sigurisht o robët e Allahut, që këto mirësi kërkojnë prej nesh që të shoqërohen me falënderim ndaj dhuruesit, sepse falënderimi është shenjë dhe shkak për shtimin e tyre. Thot i lartësuari: wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid. Përkujto o Muhammed kur Zoti yt shpalli dhe tha: nëse ju do të më falenderoni, unë do t'u ashtoj mirësit, por nëse më mohoni, vërtet që ndëshkimi im është i ashpër. Pra falenderimi o robët e Allahut i ruan mirësit ekzistuese dhe sjell dhe tërheq pas tyre ato që mungojnë. Nëse një mirësi falenderohet, pra falendero Allahun për të, ajo qëndron dhe shtohet, e nëse ajo mohohet, atëherë dije se ajo largohet. Prandaj është detyrë për çdo musliman dhe muslimane që ta falenderojë Allahun subhanahu wa taala për dhuntit, mirësitë dhe begatitë e tij, dhe që ta lusë atë që t'ia mësoj atij falenderimin dhe ta mbroj nga kthimi i mirësisë në mohim, sepse kjo sjell ndëshkim, zhdukje të mirësisë, ndëshkim të papritur, ndryshim të shëndetit edhe të gjithë zemërimin Allahut. Allahu na ruaj prej tij. Allahu i madhruar ka paralajmëruar në shumë vende të librit të tij fisnik për rrezikun e kthimit të mirësisë në mosbesim,
në mohim, në mos shfrytëzimin e saj në bindje ndaj dhuruesit. Pra e shohim në jetën tonë të përditshme, sa njerëz, sa krijesa i ka begatuar Allahu me mirësitë e tij të pafundme, dhe ata ose janë mosmirnjohës, nuk janë falënderues dhe i shpenzojnë ato në zemërimin e Allahut, në kundërshtimin e tij. Pra kjo nuk është tjetër veçse për shkallëzim për ta, për një shkim që i pret në botën tjetër. Pra në mosfrytëzimin e saj në bindje ndaj dhuruesit, e përballjen me të me mendje matësi, mendon se e ka nga vetja, inma utitu ala ilmin indi, tha Karuni, që e përpiu toka. Ai mendon se e ka nga aftësitë e tija, nga shkatësia e tij, nga dituria e tij, nga përgatitja e tij. Begatit janë mirësi nga Allahu dhe sprov një herës, ose mirënjohje dhe përbuzje e dhuntive. Allahu lartësuar thot: وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dëgjoje këtë ajet qortues dhe kërcënues dhe friksues, thot i lartësuari, e kush e ndryshon mirësinë e Allahut, pasi që ajo i ka ardhur atij, s'ka dyshim se Allahu është i ashpër në ndëshkim. Kujdes pra mos të zëj syt mirësia, begatia e Allahut nga një prej falëndëruesve, dhe përdore ato në gjëra që Allahu ka ligjëruar dhe që kënaqet me to. Po ashtu thot Allahu lartësuar: Alam tara ila alladhina badalu ni'mat Allahi kufra wa halu qawmahum dar al-bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sa al-qarar. Dëgjoj këtë ajet tjetër kërcënues dhe friksues dhe përkujtues, thot i lartësuari: a nuk i ke parë ata që e kthyen mirësinë e Allahut në mohim, pra në mosfalënderim, dhe futën popullin e tyre në vendin e shkatërimit, në xhehenem ku do të digjen, e sa përfundimi keq është ai. Dhe thot i lartësuari: inna Allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Thot i lartësuari: vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë atë që është në vetveten e tyre. Dhe kur Allahu dëshiron ndëshkim për një popull, s'ka kthim pas për të, dhe ata s'kan tjetër mbrojtës për post tij. Pra, Allahu nuk e ndryshon atë që është tek populli, mirësitë, begatitë dhe dhuntitë e tij, derisa ata të ndryshojnë vetveten, pra me gjunahe, mohime dhe kundërshtime të urdhrave të tij. Dhe sa bukur thot një prej poetëve të hershëm, Allahu mëshiroft, thot: nëse jenë në mirësi, ruaj të mos shterojnë, vërtet që gjunahet mirësit i largojnë, me bindje ndaj Zotit të robërve mirësin, nëse sërefon, Zoti i robëve me të shpejt të ndëshkon. Nga zullumi sa të mundesh ruaju me insistim, zullumi ka shirobërve sjell pasoja e shqetësim, udhëto me zemrën tënde në për njerëzi. Ti shohësh gjurmët atyre që bën padrejsi, ja, shtëpitë e tyre bosh, pas tyre që ndrojnë, dëshmojnë kundër tyre nuk mund të mohojnë, asgjë tjetër veç zullumit ata si dëmtoj, shpinën u afeu dhe i shkatëroj, sa kopshte lanë pas dhe pallate plot lavdi, që tash u shembën u shuan në vetmi, tashmë janë në zjarr humbën çdo gëzim, ata i gjeti ajo që u duk si ëndër në shpërthim. Pra të meditoj për popullin që na ka paraprir, dhe si janë sjell ata me mirësitë dhe begatitë e Allahut, pra si kanë përdorur ato dhe kanë qenë prej falëndëruesve apo jo. Aqulu ma tasma'un astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Të gjitha lavdrimet janë për Allahun të vetëm dhe të paortak. Lavdrimet, lëvdet dhe shumë dhe shpëtim madhi Allahut qofshin mbi pejgamberit ton Muhammed, pas të cilin nuk ka më pejgamber dhe të dërguar. Rob të Allahut. Vërtet Allahu i lartësuar ka përmendur në librin e tij të lavdishëm tregime për popujt të cilët i shkatëroi Allahu ata për shkak të mohimit të mirësive, ashtu që të marrin mësim, ata që duan të përkujtohen dhe të këshillohen, dhe ata që kërkojnë përkujtim. Ulaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir. Vërtet e kemi lehtësuar Kur'anin për përmendje, ka të tillë që marrin mësim dhe përkujtim, sepse, si thon arabët e hershëm, i lumtur është ai që mëson nga të tjerët, kurse fatkeq
është ai që bëhet mësim për të tjerët. Robt Allahut, Allahu i lartësuar në surën Al-Qasas thot: "Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithin." Thot i lartësuari, sa qytete i kemi shkatëruar që jetonin të kënaqur në mirëqenien dhe bollokën e tyre, dhe ja, banesat e tyre pas tyre nuk u banuan vetëm se pak, dhe ne ishim trashëgimtarë. Ku janë populli i Adit, i Themudit, populli i Salihut, populli i Faraonit, ku janë? Allahu i plotfuqishëm dhe i lartësuar thot gjithashtu: "Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون." Allahu si bën padësia skujt. Thot i lartësuari, Allahu solli shembullin e një qyteti që ishte i sigurt dhe i qetë, i cili furnizoi bolsën nga të gjitha anët, por ai pra banorët e tij i mohoi mirësitë e Allahut, andaj Allahu ja bëri të shijoj veshjen e urisë dhe të frikës për shkak të veprave që ata punuan. Pra shpërblimin e ke sipas llojit të veprës, e ke si pasojë asaj që punojnë pra duart e tua, ndaj kujdes. Pra për shkak të veprimeve të tyre të këqija, punëve të shëmtuara dhe sjelljeve të tyre të ndyra. Allahu Azza wa Jall thot gjithashtu: "Wa laqad kana li sab'in fi maskanihim aya جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذوتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل." Thellë Allahu këtë shembull thot banorët e Sebas kishin një shenjë pra një vendin e lashtë në vend banimin e tyre. 2 kopshte nga e djathta dhe nga e majta. Hani nga furnizimi i Zotit tuaj dhe falenderoni atë. Një qytet i mirë dhe një Zot që fal shumë. Por ata mohuan dhe kthyen shpinën, andaj ne dërguam mbi ta përmbytjen e madhe dhe u shndruan kopshtet e tyre me 2 kopshte që prodhonin fruta të hidhura, lisë të egër dhe pak nga druri i gjembave, i sidrit. Ky ishte ndëshkimi që u dham për shkak të mos besimit të tyre, a mos ndëshkojmë në kënd tjetër përveç mohuese pra me atë që ata meritojnë. Shembujt e këtij dhe robt Allahut në Kur'an janë të shumtë. Prandaj është detyrë që të realizohet devotshmëria ndaj Allahut edhe të kije shumë kujdes nga mohimi dhe mos falëndrimi i mirësive të tij, dhe ta di ai që mohon mirësitë e Allahut të lartësuar se nëse nuk nxitohet për të penduar dhe për të kthyer tek Allahu, nuk ka shpëtim nga njëra prej këtyre 2 gjërave. Ose një ndëshkim i shpejt ku mirësia largohet, mirëqenia shndrohet dhe fatkeqësia bie mbi të, ose i zgjatet mirëqenia për të futur ngadalë në një përshkallëzim shkatërues. Thot Allahu i lartësuar: "Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun." Thot i lartësuari, a mendojnë ata se ne kur u japim pasuri dhe fëmijë po ua përshpejtojmë të mirat? Jo, por se ata nuk e kuptojnë. Pra kanë thënë dietarë, nëse sheh një person që edhe që bëjnë gjuna dhe zullume dhe ka tepruar, Allahu e begaton me mirësi dhe me dhunti, dije se ai është për shkallëzim për të. E ka verbuar Allahu, i ka zënë syt mirësia dhe begatia, dhe atë pret pra një ndëshkim i dëmshëm, qoftë ai shpejt dhe i papritur, qoftë ai përjetshmi në botën tjetër. Allah na ruaj nga të dyja këto ndëshkime. Prandaj, robt Allahu, një nga mjetet më të dobishme për këshillimin e njerëzve, për t'i përkujtuar dhe për të zgjuar zemrat e tyre nga pakujdesia, është përkujtimi i mirësive të Allahut ndaj tyre. Në Kur'anin famlar ka shumë ajete që përmbajnë përkujtim të lartë dhe vërejtje për këtë çështje të rëndësishme, ashtu që robi të jetë i kujdesshëm dhe jo i shkujdesur, të jetë falënderues dhe jo mohues. Dhe historitë e popujve dhe këshillave të drejtuar Hudit apo Salihut, popujve të tyre janë të shumta kur ata
i përkujtonin popujt e tyre që të ishin falendërues ka shimirësive të Allahut dhe që ta veçonin atë me adhurim. Po ashtu Allahu na përmend këshillat e byra që Musa alayhis salam i drejtoi faraonit dhe popullit të tij dhe Beni Israilve një herasi. Thotë i lartësuari: "Wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi alaykum idha anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'a al-'adhabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim." Thotë Allahu i lartësuar: "Përkujto kur Musa i tha popullit të vet: O populli im, përkujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush kur ai bëri që në mesin tuaj të ketë profet dhe pejgamber dhe ju bëri shëndues të mbretër në tokë dhe ju dha gjëra që nuk ja kishte dhënë askujt prej krijesave të tjera." Po ashtu thotë i lartësuari: "Përkujto kur Musa i tha popullit të vet: Përkujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush kur ju shtoi nga faraoni dhe pasuesit e tij, të cilët ju mundonin me një dënim të rënd, i thernin mbi tuaj dhe i linin të gjalla gratë tuaja, dhe në të kishte për ju një sprovë të madhe nga Zoti juaj i madhrishëm." Pra, këta Beni Israilët sot çfarë po përsërisin zullumet që bënte faraoni mbi ta, duke vrarë gra dhe fëmijë dhe të pafajshëm. Pra, i kanë prishur të gjitha, s'kan më mëshirë, s'kan më kriterë, s'kan më butësi dhe mshurinë në zemër. Ato që pësuan nga populli i faraonit, po ja bëjnë vëllezërve tanë musliman në Palestinë. Dhe sigurisht që i pret ata ndëshkimi i merituar nga Allahu subhanahu wa taala nëse nuk pendohen dhe heqin dorë dhe kthehen tek Allahu subhanahu wa taala të kërkojnë ndjesë dhe falje prej tij. Po ashtu Allahu i lartësuar ka thënë në ajetin tjetër: "O bijtë e Israilit, përkujtoni mirësinë time që ju kam dhënë dhe që ju kam dalluar mbi të gjitha botët." Pra ajetet ku pejgamberët alayhimus salatu wassalam i kanë përkujtuar dhe këshilluar popujt e tyre, duke përkujtuar mirësitë dhe dobëtitë e Allahut janë të shumta, pra që nëpërmjet tyre ti përkujtojnë ata për kthimin ke Allahu në shtrimin dhe dorëzimin dhe adhurimin e tij të vetëm dhe të pa ortak. Po ashtu në fjalët e Kuranit fistike drejton umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në shumë ajete ka përkujtim për mirësitë e Allahut të lartësuar ndaj robërve. Allahu i lartësuar thotë: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." I përkujton Allahu këtë umet kur thotë: "Ka hapuni fort pasojtarët e Allahut të gjithë së bashku dhe mos u përçani dhe përkujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush kur ju ishit armiq mes jush, ai i bashkoi zemrat tuaja dhe me mirësinë e tij u bët vëllezër pa vëllazëria e Islamit, e imanit dhe e tauhidit." Dhe thot Allahu i lartësuar: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha inna Allaha alimun bi dhati sudur." Thot i lartësuari: "Përkujtoni pra mirësinë e Allahut ndaj jush dhe beslidhjen që ai bëri me ju kur thatë dëgjuam dhe u bindëm dhe keni frikë vetëm Allahun, vërtet Allahu e di mirë çka ka në zemrat e robëve të tij." Dhe thot i lartësuari: "Ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Thot i lartësuari: "O ju që besuat, përkujtoni mundësinë e Allahut ndaj jush kur një popull ishte gati të zgjasë duart ndaj jush, e ai ndaloi duart e tyre prej jush dhe friksojnë Allahut dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten dhe të përzohen besimtarët." Ajetet pra tham rreth këtij kuptimi në librin e Allahut të madhruar dhe të lartësuar janë të shumta. Në përmendjen e dhuntisë së Allahut ka përfitime për robët e tij dhe dobi të shumta. Dobia e parë në përkujtimin e mirësive dhe dhuntive të Allahut është që robi kur kujton dhuntinë e Allahut ndaj tij, mirësinë dhe begatitë e tij, e pastron besimin e tij vetëm për Allahun, e pastron tauhidin e tij. Nuk i drejtohet askush tjetër përveç Allahut, nuk kërkon ndihmë përveç se prej Allahut, nuk mbështetet përveç se tek Allahu dhe nuk e përul veten e tij dhe në shtrimin e tij për askën tjetër përveç se për Allahun të vetëm dhe të paortak, sepse ai i lartësuari është dhuruesi, bujari i vetëm dhe i paortak. Thot i lartësuari: "O njerëz, përkujtoni dhuntinë e Allahut ndaj jush. A ka ndonjë krijues tjetër përveç Allahut që ju furnizon ju nga qielli dhe toka
nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, e si po largoni atëherë nga e vërteta? E dyta prej dobive të përkujtimit të mirësive dhe falënderimit të tyre Allahun është që në përkujtimin dhe falënderimin e mirësive ka ndihmë për robin për t'ia dorëzuar veten Allahut dhe për t'u nështruar atij i përulur, i bindur, i nështruar dhe i penduar. Allah na bëf prej tyre. Për këtë arsye në surën An-Nahl, kapitulli 3, që njihet edhe si suratu An-Ni'am, surja e dhuntive, për shkak të numrit të madh të mirësive që Allahu i lartësuar i përmendi aty për robët e tij, Allahu i lartësuar pasi që përmend mirësitë dhe begatit e tij mbi robët, thotë: "Kedhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun." Kështu pra ai Allahu plotson dhuntin e tij ndaj jush në mënyrë që të nështroheni. Pra kur Allahu t'jep mirësitë, begatit, çdo dhuratë, shëndet, në radhë, duhet ta falenderosh dhe të jesh i nështruar, pra që këto mirësi të kthehen në shpërblim për ty, jo në bela ditën e llogarisë. Ky është qëllimi, robrimi, nështrimi, dorëzimi, Allah subhanahu përmbushja urdhëresave të tij dhe largimi nga ndalesat. Pra do të thonë që ti bindën Allahut të përulur dhe të nështruar. Dhe në përmendjen e dhuntive të Allahut ndaj robit, ka gjithashtu ndihmë për robin që ta falenderojë dhuruesin, më bujarin të madhruarin, sepse kur robi ndjen se këto mirësi janë prej Allahut të madhruar dhe kujton këtë, kjo e ndihmon atë që të falenderojë dhuruesin, më bujarin e të lartësuarit. Thotë i lartësuari, Allahu nuk dëshiron t'ju ngarkojë me ndonjë vështirësi, por dëshiron që t'ju pastrojë dhe ta plotësojë dhuntin e tij ndaj jush, ashtu që të jeni falenderues. Dhe siç e kemi folur në shumë mësime dhe hutbe, imani ka dy gjysma, dy pjesë. Gjysma e parë e imanit është durim dhe gjysma tjetër është falënderim. Dhe Allahu na bëf prej duruarve dhe falënderuesve. Po ashtu prej dobive të përmendjes së mirësive është shumë e rëndësishme kjo që kemi ne si popull, ndër popujt e tjerë, është largimi i mendje madhësisë dhe i vetë kënaqësisë, sepse robi kur kujton se ajo që ai ka nga shëndeti, pasuria, pozita e të tjera si këto janë vetëm nga mirësia dhe dhuntia e Allahut të lartësuar, kjo largon prej tij mendje madhësinë, arrogancën dhe vetkënaqësinë. Për këtë Allahu i lartësuar thotë, kur përmend shembullin e atyre dy shokëve në surën Kehf, thotë: "E pse ti kur hyre në kopshtin tënd nuk the Masha Allah, çfarë të dojë Allahu, nuk ka fuqi dhe forcë përveçse me Allahun, por sa ju mburr me kopshtin e tij, me frytet e kopshtit të tij dhe tha që këto nuk do shterojnë kur. Edhe po shterua nëse ka botë tjetër, dhe në botën tjetër Zoti do të japi bollëk e më shumë se aq. Pra duke mohuar çfarë? Mirësinë e Allahut dhe plotësishtësinë e tij për ringjallje dhe për shpërblim. Pra është detyrë e robit që gjithmonë dhe kur do hedh të kujtoj mirësinë e Allahut ndaj tij dhe ta përdori atë në atë çka e kënaq Allahun e lartësuar. Edhe të ketë kujdesin më të madh që të mos e zvendësoj mirësinë e Allahut me mosmirënjohje, sepse vërtet dënimi i ashpër i Allahut dhe ndëshkimi i tij i dhëmshëm bie për ata që janë mos falënderues dhe mohues. Thotë Allahu i lartësuar: "Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allaha shadidul iqab." E kush e zvendëson mirësinë e Allahut pasi që ajo i ka ardhur atij, vërtet Allahu është i ashpër në ndëshkim. Dhe thotë i lartësuari, vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë në vetvete, e nëse Allahu i dëshiron ndërsinë e tij një të keqe i popullit, nuk ka kthim për të dhe ata nuk kanë ndihmës tjetër përveç tij. Pra Allahu i lartësuar na tregoi në këto ajete se nuk i ndryshon mirësitë që i ka dhënë dikujt derisa ai vetë të ndryshojë çfarë ka në vetvete. Pra kur ti e zvendëson bindjen me mosbindje, falënderimin me mohim dhe shkaqjet e kënaqësisë Allahut me shkaqjet e zemrimit, verse ja ke bërë Allahu zemrimin dhe ndëshkimin dhe gazepin Allahut vetes tonë dhe popullit tonë. E kur ai ndryshon, atëherë edhe atij ndryshohet gjendja, si shpërblimi i drejtë dhe i merituar. Dhe ky ndryshim o rob të Allahut sjell humbjen e mirësive, goditjen e papritur me ndëshkim, ndryshimin e mirëqenies dhe zemrimin e përgjithshëm të Allahut subhanahu wa taala. Pse? Kur ai e zvendëson, pra robi nëse zvendëson gjunahun me bindje, Allahu e zvendëson ndëshkimin me mirësi dhe poshtrimin me krenari. Pra kemi shembullin e këtyre viteve komunizëm, i kthyem shtëpinë në fesë Allahut.
adhurimit të tij, tauhidit të tij, zbatimit të shariatit, dhe Allahu na poshtroi me komunizmin, i cili vazhdon edhe sot. Më pas në dha i falënderie në vitet 90, ne t'i kthehemi Allahut, na begatoi, ishim si të burgosur, ishim çfarë si ato kafshët dhe më të humbur në rrugë. Na dha mundësinë e lirisë fetare t'i kthehemi Allahut, t'i kthehemi librit të tij, t'i kthehemi tauhidit të tij, urdhëresave të tij, shariatit të tij, por se pak prej këtij populli ka marrë mësim. Dhe janë pak falënderues dhe shumë mohues, ka arrogancë të theksuar. Ndaj ne duhet t'i përkujtojmë veteve dhe familjarëve dhe popullit tonë, pra mirësitë e Allahut ndoshta kthehen tek ai me pendim. Allahumma ij'alna min ash-shakirin, Allah na bëj prej falënderuesve të shumë të tu. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik lahum ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.